يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimin e ajeteve në surën Al-Imran, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Pas disa problemeve që kanë ndodhur në mesin e sahabëve në betejën e Uhudit, edhe si shkak i këtyre problemeve kanë qenë munafiqët dhe janë bërë disa mendime në mesin e sahabëve. Dhe disa prej njerëzve kanë menduar për Allahun subhanahu wa ta'ala غير الحق, jo mirë. Dhann al-jahiliya, kanë mendua me mendimet e ignorancës. Yaquluna hal lana min al-amri min shay. Dhe kanë thonë, a kena në ndurë nëse na s'kena kur gjë. Qul, thot Allah subhanahu wa ta'ala, thuja të lëve. Inna al-amra kulluhu lillah. Çështja e tëra është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. O Muhammed, njerëzit, munafiqët e mshefin në zemrat e tyre e nuk ta shfaqin ty ata që kanë në zemra. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Ata kanë thonë, më paskon dorën tonë që vendosmi na, nuk ishmi dalë më vra këtu. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Thot Allah Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, edhe hiç mos me pas dalë në luftë ju. Kur që vinë vdekja, keni me vdekja në shtratat e juve. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Por lufta është për me i sprovue Allah subhanahu wa ta'ala çka ka në zemrat e juve, edhe me shfaq imanin ata të cilët kanë iman, edhe me nxjerr munafiqin edhe kufrin ata të cilët kanë munafiqi edhe kufër. Wallahu alimun bi dhati sudur. Allahu është i ditur e din shumë mirë se çka kena në gjuksat e tonë, çka mojnë në zemrat e tona, për shkak se kur përmendet gjuksat në Kur'an, fjala është për zemrat të cilat janë të vendosura në gjuksat e njerëzve. Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim. Vërtet ata të cilët janë zbraps pak disa prej sahabëve, ata syt i ka bo shejtani me arrit deri në qatë pikë, por janë kthy, janë pendu dhe janë përmirësu. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala ka fal atinve
Wallahu ghafurun halim. Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe i urtë. Luftën e Uhudit, për shkak se këto ajete, shumica e komentatorëve thonë se flasin për betejën e Uhudit. Edhe pse nuk u përmend betejë e Uhudit me emër këtu. Por ngjarjet të cilat shpjegohen këto ajete japin me kuptua se janë të folë për betejën e Uhudit. Dhe në betejën e Uhudit ka shumë ngjarje interesante prej tyre. Në betejën e Uhudit kanë marrë pjesë dhe munafiqët. Për dallim munafiqët e atëherët për dallim nga munafiqët e sodit. Se munafiqët e atëherët kanë marrë pjesë në xhihad fi sebilillah. Tash kanë pas munafikia, s'kan pas ajo po ditë që kanë pas, por janë shku. Tash ta munafiqët këta jo që shkojnë hiç, po këta pengojnë. Edhe flasin edhe kundërshtojnë për ata të cilët mundohen që fjala Allah dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jenë që vendosin mes muslimanëve për atë çka është halal dhe për atë çka është haram. Mes e munafiqëve ka qenë edhe Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Të shkue i ka përhap ato ide të veta se munafiqët që të punë e kanë. Të shkue në Uhud, i ka thënë, shkajnë të shkuna, shka vina në këtu me dek në shkretin. Njëjt fjalët e munafiqëve të atëherët me fjalët e munafiqëve të sotit. Çfarë interesi kene na marrë këtu? Shka na premtoi ky pejgamber veç po na merr pasunien, po na çon probleme me ata, konflikt me ata, konflikt me këta. A kena ndorë në diçka, veç du të me ngu këta shë, më thot. Që ki ndorë ti? Helle na min el emri min shay. A kena në ndorë diçka, a veç me ngu shë, më thot kjo, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për normal se s'ki ndorë kur gja. Veç du të me ngu që ka thot Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kul inna al-amra kulluhu lillah. Thuj, çështja e takon veç Allahut. Sot dhe asaj dite, pasus të munafikëve, Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, i akuzojnë e Sunetin, ata veç qështojnë vetë. Po dhe, veç qështot argumente se që do të do me shtim edhe me në të tua këtu, me të marë mendimin tëmë, se që ka thotë Allah, që ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të në mje vetë të dhijuve. E ju, që ka po menoni? Kjo është stili i munafikëve. Qëndrimi i sahabëve, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu u kry. Qëndrimi i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, neve s'muna vetë kur gjojq, veç vetë, a dhe të një aty, a dhe shkën një aty, e shka më të vetë ty, kush më të vetë ty, i dërgu me Allah më të vetë ty, që ka me bo? Por, me këto dëshime që i ka shti Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, janë ndikuat disa prej sahabëve. Janë ndikuat disa prej sahabëve dhe ka nisë me u përhap fitnjeja. Munafiku i ka bind mi 300 vetë prej 1000 që mendohet që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu kthye, mos më shkue në Uhud me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Munafiku Abdullah ibn Ubay ibn Seluli ka mri me i bind ma shumë se 300 vetë prej afër 1000 që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ushmon, zvinana. Kjo është çështje e madhe me hien mesin e muslimanëve me bo këtë zarar. Dhe besimtarët duhet më konë shumë vigjilent në ato që ka thirrin munafiqët. Jo se s'kanë qenë sahabët vigjilent, por sahabët kanë qenë njerëz. Dhe njerëzit gabojnë. Dhe gabimet e sahabëve i në përmisu, më njerë, pa bon zarar.
se kërkush për sahabëve nuk u bashkangjit me Abdullah ibn Ubay ibn Selulin. Asnjë. Këta që janë bashkangjit me to janë munafiqin. Por të sahabët ka prek munafiqia Abdullah ibn Ubay ibn Selul, ka prek. Dhe ka prek të sahabët e Medinës. Nuk ka prek të sahabët e Mekës, të cilët janë muhaxhirin, edhe në pjesë e komentatorëve kanë thonë për shkak se këta kanë qëndruar në kohë të vështira me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Dhe kur e kanë kaluar testin e vështirësive në Mekë, e kanë ikë prej Mekës në Medinë, jenë shkput me çështjet e kësaj dynjaje, ma as me dvogla s'ka mujt me i mashtruar munafiku. Më kur gjë hiq. Në pjesë tjetër, edhe këta për shkak se kanë qenë pjesëtarë të Bedrit, kurse pjesëtarët e Bedrit i ka garantuar Allahu subhanahu wa taala se këta zbojnë gabime, po edhe me bë gabime Allahu subhanahu wa taala ja fal, por ata pjesëtarët e Bedrit nuk njihet që kanë bë gabime. Sahabët kanë ra prej munafikëve her pas here edhe masane. Për shembull të shpifja ndaj Aishës, disa sahabë jenë përfshi, që u kanë gabim, s'u kanë dashur më përfshi. Disa prej tyre i ka dënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se keni fol, se jenë prek nga idetë e munafikëve. Ai munafiku kur ka akuzuar Aishën, çka ka thonë? Ai s'ka thonë, Aisha ka bë amoralitet, ja. Vish ka thonë, ha? Çka u bë kjo? Pse ku ka vanua? Ku ka qenë me këtë njeri? Pse ky njeri po vjen me ta? Edhe, domethënë vetë që ka e çet idenë munafiku. A që shka vina na nuhut këtu, ku shka farë dobi e kena na me dalë këtë kodër, me dalë më mbyt me njerëz, i kena lanë gratë tona, ka fëmijët e tanë, çka fitojnë na, ky veç për na qet Muhamedi, s'muna vetë neve kur gjo, as veç për na qet. Që ka që është mjafton. Dhe Allah subhanahu wa taala në një ajet Kur'an thot, po dëshiron të Allah subhanahu wa taala do t'u alen të munafikëve shenjat në ballë secili që është munafik me ditë. Por Allah subhanahu wa taala nuk e ka lënë këtë shenjë dalluese. Wala ta'rifannahum bi simahum. Por Allah subhanahu wa taala thot, ata ju duhet të njihni në bazë të asaj që folin. Çto më njoh munafik? Munafiku do të ndal me ngu. Çka po do të thonë ti me çdo që po fol? Edhe shef se ku sillet biseda munafikut. Një prej cilësive të munafikut është që kur nuk fol direkt. Për shkak se ai që fol direkt është vetëm ai që fol, çish ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, kjo është fars, kjo është gjëna. Kjo është kufër, se s'kishka filozofanat mos i por në munafiki është kjo. Do thënë, një prej elementeve të munafikëve është sillen rrotull, edhe e thojnë ata që kanë pas me thonë. Një simbol tjetër i munafikëve është flasin kundër ose janë në favor të atyre të cilët luftojnë që fjala e Allah subhanahu wa taala të jetë më e larta. Kushdo që flet kundër këtyre është munafik. Dhe jo munafik i vogël, por është munafik i madh që e nxjerr prej fesë e Allah subhanahu wa taala. Ata njerëz mund me pas gabimet e tyre duhet mi eliminu. Sa dhe ata njerëz sikur që janë ana. Mund me pas gjunohe, edhe gjunohat e tyre duhet mi kundërshtu, me thënë, këta është gjuna, zbat. Çka do që kanë mos përputhje me librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me thonë që kjo nuk është në rregull, por esenca aty nuk është e mirë. Kurse ata cilët flasin keq për rrugën e tyre, për thirrjen e tyre, për metodologjinë e tyre për me kthy që çështjet vendosen sipas asaj që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush fol kundër rrugës tyre është munafik. Dhe është me nifakun i cili i nxjerr nga feja, nuk janë musliman. Janë qufar. Pse janë qufar? Kohën e sahabëve edhe disa tjerë i llogarit qafira, hala ma pak se sa këta që kanë
Se këta që kanë folë qështu, se nuk e ka bo laf kush për sahabët që janë qafira. Jo, bisha po thot për Amir Hasan, jo që ka thonë Allahu, jo që është në ka praptuas, në ka thonë kurgja, jo që në praptoj në hupum, se në hudi kanë pas disa humbje sahabët, për këta se ka diskutu kërkush që janë qafira, heq. Që e rruga këtyrve e dështume, që është ka fitu këta, të në qafira, që ka po të të do me tru në rrugë tjetër, qysh? Po që kjo rruga, pejtë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tere të zbritja Isës alaihi wasallam, është që ka rrugë, që po të kush të abdo me ndru rrugën tjetër, me punë dishka tjetër. Dëgjoni sahabët se kanë shkuar më shumë në tekfirin e atyre të cilët flasin kundër atyre të cilët punojnë që fjala e Allahut të jetë më e larta. Njëra, një prej njerëzve nuk ju ka bashkangjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një betejë. Çështja është shumë e hollë. Të nejtë sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aty ka qenë edhe Umar ibn al-Khattabi, e sahabët e tjerë, ka ardhaj që nuk ju ka bashku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. To ardhë për e largë, sahabët kanë thënë që po vjen kë munafiku. Thënë që ka që ka mjaftu. Njeri su ka bashkua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pas sahabët ardhë, ka thënë që po vjen kë munafiku. Se ta shtojnë ja, mësë ngutni, mësë thuni, qëtuni, pse sahabët i ngutë? Pse s'kanë thonë, marën alë të amur me këto të thënë mjerën të ngritë me argumentin, se nashtë e nuk e din që do të me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e nashtë se ka po kur kanë shku e 100, se kur të kanë me arsyetu qafirat, e qesin 100 lloj arsye. Kur kanë me arsyetu e vllaznit, hiç asnjë arsye se gjonë. E kjo është lloj munafikie tjetër. Por vjen munafiku. Dikush për sahabëve ka thonë, nashta me ka pas arsye. Sahabët i kanë thonë, këti na munafik, pse pëmbron ata? Që është, aja sa largë kanë shku sahabët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më konë prezent këtu. U paskon të shka që është keq, pejgamberi sa më kishtë nalë. Mos të unë i kështu se zbanë. Për ato sot të diskutu kërkush. Po ti që po mundohesh me gjetë arsye atina, ti këti kanë thonë munafik. Epse ky nuk ka qenë munafik, ky ka qenë për sahabë, por ka mendu se ka arsye, ka mendu që ka arsye. Sahabët nuk e kanë toleru as këta. Ti ato për mbrona. Se mbrojtja e munafikut është munafiki. Me livdue qafirin është munafiki. Këto janë çështje e imanit, ja, hiç nuk brengos që ky e manë Allah në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me bon zarar musliman dhe gjykon me asa që s'ka thonë Allah, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja është njeri mirë, po dhe se ti edhe ai jeni në qatë mirën e juve. Kur të folet për musliman të mirë, më njerë thënë, jo, se ata kanë bo këto, kanë bo asni, kjo është munafiki. Këshure që ka folim, këshure kanë e mbrojnë, këshure me kanë rrinë, këshure kanë e livdojnë, këshure për kanë simpati, edhe shumë është kalaj me ditë. E në këto munafika, në qafira, e musliman është ka e. Të në kohën, muhabetet i kanë me qafira, të në kohën i livdojnë, e logaritin punë të mira shka bojnë qafirat, kur gjohë e qafirin me bo kur gjohë heq, Allah e shpërblef dynjohën në akhiret, ka bo këtë dynjohën në akhiret më shpërblef, për shka? Njerëzit e kanë donë jetën e vetë, familjet e vetë, pasunin e vetë, për të thënë ja, keq, kur gjohë, devijum, khavarit, të në të zezet, kur gjohë heq pa, kur gjohë heq këtë senet kota, Allah është përblef dynjohën në akhiret. Ola ta'rifannahum bisimahum. Këta do të më njoftë që shpo folin. Për kon po folin, për kon i ke shtyra ka të folin, me kon gëzohen kur të takohen. Këto i njef munafikt. Kurse muslimant i njef në pjesën tjetër. Qad hammat anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya.
në këto raste Allah subhanahu wa taala ka ndaluar edhe me mendu për Allah subhanahu wa taala keq. Çfarë është mendimi për Allah subhanahu wa taala keq në këtë ajet? Komentatorët e Kuranit kanë thonë, kanë menuar që nuk përfitojnë. E kjo është mendimi keq. Kjo është mendimi keq. Për shkak se besimtarët nuk duhet me pas mendimin që nuk fitojnë. Nuk duhet me pas mendimin që Allah subhanahu wa taala nuk ka më ndihmuar muslimanëve. Ka mundësi nuk fitojmë na për shkak të gabimeve, për shkak çështje tjetër, por Islami ka më fituar. Dhe nuk duhet me menu për Allah subhanahu wa taala keq në vështirësi. Për shkak se çështjet e imanit dallohen kur është vështirë. Një prej betejave, një prej njerëzve duke luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çaq ka treguar trimni, saqë sahabët janë çudit me këtë njeri. Kur janë çudit me këtë njeri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka po. Ka thonë, "A shifni këta?" Kanë thonë sahabët po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Ky ka më kon xhenem." Dhe shija do më thonë, njeri që sahabët janë mahnit pe luftës tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, "Ty ky ka më kon xhenem." Edhe sahabiu thotë, "Kur më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, më të çudi." Edhe thash, "Du me njek me përcjell se këtu ka diçka." Shihni sahabët kur kanë një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të fol diçka, ta na jeni interesu. Për shembull, ka ardhur njëri thotë, "Tash ka ardhur njëri është për banorëve të xhenetit." Sahabët më nerë kanë shkuar me kështu, "Çka po bëj ka ky që pas ka mërrim më kon për banorëve të xhenetit." Kur kanë ikë për to të thonë, "Ky është për banorëve të xhenemit." Ç'është ky po duket shumë i mirë. Thotë sahabiu, "Kom përcjell derisa ka luftu, derisa u plagu. Kur u plagua, ran s'ka mujt me durue, me i bëjt dhimbtat, e ka drejtu shpatën e vetë edhe e ka lëshu trupin e vetë që ka bëhë vetë vrasje për shkak të dhimbtëve. Kur vjen momenti vështirë, ja pëmbojmë supe duroj." Kjo është çështja e munafikut. Ose çështja e besimtarit që e përmenëm në dersën e kaluar, ata, wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah subhanahu wa taala i don ata të cilët bëjnë durim. Çish është durimi? Në cilat çështje? Krejt çështjet. Çka do që të bëhet, rruga është e drejtë. Çka do që të na ndodh, rruga u kon mirë. Çfarë do pasoja që të ketë, mirë u kon, po ky është kaderi, caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Një prej elementeve, fitneve që kanë qenë munafik, ka thonë ky Muhamedi që për objekt me dekën këtu, për myt kretëve, që ka pru këtu me dekën, në shkërtim. Luftë pa kuptim të çështje fort budallakinash, çështjet munafikëve. Thotë Allah subhanahu wa taala, po kjo nuk ka të bëjë me vdekjen kur gjë. Po shkak se kur t'ju vjen vdekja, ju keni me vdekje edhe në shtëpiat e juve. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kush nuk e ka gjelin e shkruar, ai nuk vdes të shkon në luftë. Se plot njerëz shkojnë në luftë edhe kështu, nuk vdesin. Edhe plot tjerë që s'kan luftuar kurrë ata për të vdesin. Nuk do më thonë se që shkon luftë vdes, kjo s'është e vërtetë. Po a mundesh me vdek, po mundesh me vdek edhe të flet, tu fal mundesh me vdek. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë: "Law kuntum fi buyutikum", më konë edhe në shtëpiat e juve, "Labaraza alladhina kutiba alayhim al-qatl ila madaji'ihim", ata cilët nuk kanë marrë pjesë në luftë kanë me vdek në vendin e vet, në shtatin e vet. Omar ibn Khattabi, Allah subhanahu wa taala pas më shëruar duke u shpjeguar njerëzve çështjen se vdekja nuk është e lidhur me luftën, thotë shumë njerëz që kanë marrë pjesë në vijat e para të luftës janë gjallë, edhe shumë njerëz të cilët i kanë vijat e fundit kanë vdekur. Dhe kjo është e saktë. Por Allah subhanahu wa taala e ka bë luftën në këtë rast si sebeb me po se kush në zemrat e veta e ka imanin edhe kush në zemrat e veta e ka munafiqien. Për atë që janë ndikuar disa prej sahabëve prej fjalëve, por nuk kanë bërë veprime që me dëmtue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam as çështën e sahabëve, ata në kthyje kanë po edhe Allah subhanahu wa taala ja ka pranuar
kërkim faljen. Wallahu, inna Allaha ghafurun halim. Allahu subhanahu wa taala është i urtë edhe i ditur. Wa qulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.